Maqedonia shënon 2 gushtin ditën e Republikës në nderim të 2 ngjarjeve historike që hodhën themelet e shtetësisë së Maqedonisë, kryengritjes së Ilindenit të vitit 1903 dhe seancës së parë të Këshillit Antifashist për çlirimin kombëtar të Maqedonisë në vitin 1944. Nën motën Ilinden, mos në nështrim liri e ardhme, me aktivitetet në Krushev, Pelinc dhe Shkup, u shënuan 123 vjetori nga kryengritja e Ilindenit dhe Republika e Krushevës, si dhe 82 vjet nga seanca e pare KAÇK-M-s. Prezidentja Gordana Slanovska-Davkova në fjalimin e saj para monumentit të Metodia Andonov-Qentos në Shkup tha se askush nuk ka të drejtë ta rishikojë historinë kombëtare. Ajo theksoi se shteti forcohet përmes pajtimit kombëtar dhe bëri thirrje për tejkalimin e ndarjeve dhe për një zë të përbashkët për çështjet me interes kombëtar. Државата јакне преку националното помирување, начинто му замерувале поради неговата подготвеност да се помири со довчерашните неистомисленици, под услов да застанат на истата македонската линија. Ако сакаме нашата држава да биде пристојно место за живење, мора да ги надминеме поделбите и да научиме да зборуваме во еден глас за прашањата од национален интерес. Тоа денес ни е потребно повеќе од кога било порано. Zëvendës kryetari I kuvendit Antonio Miloshovski, I cili udhëhoqi delegacionin e kuvendit në shënimin e 2 gushtit ditës së Republikës në Krushev, tha në fjalimin e tij në Mečkin Kamen se kryengrytja e sotme nuk është pushka, por përgjegjësia për krijimin e familjes dhe edukimin e fëmijëve. Ai theksoi se demografia është betejë e re për Maqedoninë. Ilinden ne uči I na nešto drugo, што ни е потребно повеќе од било кога и да е. Дека има мигови кога она што не обединува мора да биде поголемо од она што не дели. Може да имаме различни политички ставови за закони, да имаме различни погледи за патот по кој се движиме, и тоа не е слабост, тоа е дел од демократијата. Но постојат работи што мора да стојат над нашите поделби. Македонија е првата работа. Ceremonia qendrore tradicionalisht u mbajt në Krushev, ku shumë delegacione shtetërore vendosën lulet e varri I Nikola Karevit dhe te monumenti I heronjve të Slivës, me një përkujtimore në kishën Shën Nikola dhe ceremoninë në Mečkin Kamen u shënua përvjetori I Republikës së Krushevës, përvjetori I seancës së parë të Këshillit Antifashist për çliриmin kombëtar të Maqedonisë u shënua në qendrën memoriale në Pelinc, ku fjalim mbajti kryeministri Mickovski në afrimin e idealeve të Ilindenit për qëndrueshmëri, luftë për liri dhe mosnështrim, urime për unitet, shtetësi dhe respekt kanë përcjell I gjithë kreu politik dhe shtetëror I vendit.